Jam banuesi i fshatit Ksamil, kam një punë si bari, jetoj më shumë çoban me dele se sa në fshat, po jam mirë me këtë punë që kam. Jam edhe musliman, e besoj shumë fen time, i bëjmë delet për të shitur qëngjat, ca i shesim një nga një, ca i shesim gjithë bashk, kush kërkon ndonjë etheri me ja japim direkt mish, qumshin e çojmë në baxho, çojmë që në mëngjes në të mjel edhe qumshin direkt në baxho, kur do ai na jep lekët, kur s'dos na jep, shteti s'na ndihmon fare. Po populli bëhet merak shumë për po populli nga do. Vazhdojmë e jetojmë si do që tjetë, vazhdojmë njerëzit marrin frymë lirisht. Për këtë Allahu ja ka dhuruar këtë gjë.